mësi, ka kontinuitet, po nuk duhet me hub vakt me tema e me bo politik, me çështje që kanë sentiment qytetor për me përkthym po jena politik. Që po supozoj që demarkacioni nuk ka ndryshu. U koll kuvendi për demarkacion. Ku fini qatë të ku konë qatë është. Qysh njëhet aj. Qysh njëhet që ata njerës që e kanë koll venin, e i kanë morë në shofë, so polici... Por do pe i tënë të kalzova që është njën, po nuk është, kjo pyetje s'ma drejton mu. Ja, s'po ta drejton. Ja, e kom parasyshun. Po, kontraargumenti është, pse me qëtë punë une nuk e dëgjojnë foltorët kuvendit, nuk dëgjojnë platforma politike të u folë, po e dëgjojnë studio televizive. Problemi është me qka është ka buhet opozitarizm. Opozitarizm, kom u bo me mjetet ma të forta demokratike në kuvend Kosovës. Për e ripërsëritje, kur konsumohen kuvend, kanë me vazhdu në sheshe. Qka e që atë në rrugë për të dënë? Kur nuk mund është një temë, një çështje që është të shku në rrugën për mu dëmtu perspektiva dhe mu dëmtu interesi i vendit dhe qytetorëve, me unë ose me unë ndryshu në kuvendin e Kosovës, mbetet opcioni bë rruga. Po pa u konsumu beteja politike, demokratike në kuvend Kosovës, të nuk do të më shku në rrugë. Nuk i nevojmë i bojrë është rrugës, se beteja politike do të më bojë kuvend Kosovës, me mjetet demokratike. Pro kjo është... Përbukthy me ato që e nisëm në fund, folëm për ato që është PDK-ja është ka dënë me bo opozite dhe situata, është e tillë që prap edhe nëse dënë me shmangë, duhet mu ushtru një pyetje për idenë e një fronti opozitor. Tash, unë e kom qartë, këgja mire kom qartë, besom, dalimet që i keni nërmjet vete, edhe OK-ja, edhe ju, edhe LDK-ja. E kom qartë edhe identitetin daras që i keni bo ndër vite. Ajo në shajat e para që ka mundësi me bashkëpunu në komisione, ajo në shajat e para që ka mundësi me bashkëpunu në tema të caktuara, apo që që ndodhi me rezolutën prap është se cili u dhe zvet që jemi në zgjedhje? Na iftojna për bashkëpunim gjithë. Na jena forca kryesore opozitore. Betri Hamza është lideri opozitës. Edhe ajo ka qosjen shumë korrekte, profesionale, pragmatike, bashkëpunuse, gjatë jetës vetë ka dëshmu këto. Na iftojmë gjithë me bashkëpunu. Me bashkëpunu në dobi dëvenit, dobi të Republikës Kosovës. Jo në dobi të Partisë Demokratike, dobi të Republikës Kosovës. Pro qosja edhe do të ketë bashkëpunim korrekt, sinqert, që me mbrojt interesin e venit, edhe me ofru alternativ për tema. Nuk mjafton me kundërshtu. Edhe nuk është që jam pro logjikës kundërshtuse pa alternativ. Do të me ofru alternativ, do të me ofru mendim ndryshe të bazum në diçka. Jo vetë zbën, zduhet. Jena ngop na për i kësoj. Na e kena po këto. Kem të full. Që e ka nol edhe e ka bloku venin se u manipulu me qytetorin me këtë qosje. Duhet me pos qosje alternative, profesionale, korrekte, të bazume në potencialin edhe mundësit që i ko veni jonë.